Lidhja me 4 vjeçare më ka çu deri te faza fundit e depresionit. Ka çu deri në tentativë të vetvrasjes. Kur kam tentu dytën herë me bo këtë gjë, më kam parë u prend. Kemi në rreth shumë moshkuj përbindshë. Unë sot, fatmirësisht e kom kalu, jetoj, punoj, i ndihmoj familjes, i ndihmoj rrethit. Domethënë depresioni ma ka dhënë çet forcë. Po inshallah don Zoti edhe na jep ditë haloma të mira që më jarru krejt sane që i kena lënë mas. Jam ftoftë. Çka e ka ftoftë qendresën? Nëse kisha folë për para shumë viteve, ndoshta për arsyeve kryesore është që lidhja me 4 vjeçare më ka çu deri te faza fundit e depresionit. Edhe qysh ka arri qendresa me dalë për çastaj fazës, çka ka nimu qendresa, ose cilat janë kohën ato që të kanë shtyr me shku deri në çat pikë? Arjanitun e mendoj që depresioni është smundja më e shnurë që mundet me pas një person. Edhe kur e kom vrejt vetën që realisht ti në fillim nuk e din çka të ndodh me ty, thjesht e vrem veten që je uf për gjithë shkafit, nuk e dim pse të çohesh, nuk e dim pse flan, nuk e dim pse jeton. Mu lidhja më ka dhënë shumë trauma. E kom vujt depresionin e fill 3 vjet. Depresioni më ka çu deri në tentativë të vetvrasjes. Edhe çka e ka nal qendresën, kush ka qenë qaj ose qajo që i ka nejë qendresës afër në çato momente kur ndoshta veç kish mujt jeta jote me marrë një kohë tjetër. Ekzistenca e prindve. Domethënë kur kom tentu dytën herë, po më falni. Kur kom tentu dytën herë me bo këtë gjë, më kam parë u prend. Qa u kon arsyeja që qaj person ka mujt me të shty ty me shku deri në qatë veprim me bo? Dhuna psiqike, dhuna fizike. Ka pasu e dhunë fizike? Jo që nuk e kom menu kur vetën që foli për këtë tim, po menoj që kemi në rreth shumë moshkuj përbindshë, shumë moshkuj që abuzojnë me femna. Edhe unë sot, fatmirësisht e kom kalu, jetoj, punoj, i ndihmoj familjes, i ndihmoj rrethit, përkundrazi jam ai personin që në shoqni, domethënë kur ti jone krejt, domethënë him pozitiviteti, me munku me ditë sa me kon keq për vete, munona mi bo tjertë më një mirë. Domethënë depresioni ma ka dhënë çet forcë. Edhe thjesht se cili person që është u kalu në fazë tillë, gjene një derë dikon, gjene një dritare për me pa qatë dritë që nuk muni me pa, se depresioni të ngulfat. Unë po thamë është periudha ma e vështirë që e kom kalu njetë. Po prapë thamë, sa unë vetë i kom kryu 1 vjet të gjysë psikologji, depresioni është smundja ma shnoshe mëndshme që mundet me pas dikosh. Pse e thëmë këta, se vetë psikologu ma ka thonë si gjo, mu hala nuk më ka ndodhë që një person që i ka bot dëm dikujna u ardhe dhe uran depresion. Domethënë, njerëzit që mas shumë të e kalojnë depresionin, janë njerëz që lëndohen për palës tjetër. Kështu që vjen për emocionit, vjen prapë e thëmë, është smundja ma e shnosh. Mos ju vjen marrë me folë nëse veç që jeni të e kalu në periudhë tjetës. Se ti kisha folë edhe në gjanat për fillime, besoj që ndoshta nuk isha shku deri në qatë pikë. Po më interesant cilat janë konë fjallët e rrethit i përmend edhe prind që të kanë nejti për afër edhe të kanë paraftiru në momentin që ti veç që ke mendu me i bu diçka vetës. Po më interesant cilat kanë qenë fjallët e tyne ose në mënyra se qysh ata të kanë afru dhe të kanë thonë që kësa nuk bëhet ose shka kanë folë me ty që ato kohë. Unë atë kohë e kisha përshkru vish mjegull. Unë nuk di me përshkru qysh mu kanë gjinë njerëzit ose familje ose rrethi. Rreth realisht kom pas heq qatë ku e kom pas vish familje në ofër. Nëse i thejsha diku jam keq, hajde ti keqa, apo kuptojmë, nuk më kanë kuptu. Për ndryshe familja ka nejtë çdo sekond.
Gjithashtu e shfrytëzoj rastin m'ju kërku falje, se e di që i këm shqetësu, i këm bë më një keq. Po inshallah dën Zoti edhe na jep ditë halomat mira që mi arru krejt sene që i kena lon mas edhe mi gëzu